Ballkaniada e bankave qendrore zhvilluar 3 vjet më parë ku sportistët e Bankës së Shqipërisë fituan çmime të dyta e të treta, i kanë kushtuar taksapaguesve shqiptar 280 milion lekë të vjetra. Por zyrtarisht ka vetëm një shpenzim për sportin, e thot kështu faqja online e Bankës së Shqipërisë në njoftimin e datës 23 shtator 2009, ku jepet lajmi për turin e 5 të bankave qendrore të rajonit. Në të morën pjesë rreth 300 sportistë nga vendet e rajonit, e ku Shqipëria fitoi kupën e ardhë në basketboll për meshkuj. Pas këtij lajmi nuk ka më njoftime për ndeshje sportive mes bankave, ndërsa Banka e Shqipërisë ka shpenzuar për 4 vite vetëm për sportin 37 milionë 375 mijë lekë të reja. Për sa i përket sporteve, këto janë elemente domosdoshëm të kuadrit të zhvillimit të institucioni bashkëkohor. E them me krenari që vajzat e Bankës së Shqipërisë, volejbolli i saj fitoi çmimin e dytë në Ballkaniadën e javës kaluar. Ballkaniada e bankave qendrore. Me paratë e buxhetit të Bankës së Shqipërisë janë paguar për vite 100 milion lekë për shpenzime burokratike, kështu për vitin 2012. Guvernatori ka parashikuar të harxojë për dhurata 20 milion lekë të vjetra, për pritje 100 milion, pastaj për këto shpenzime edhe 180 milion lekë të tjera. Por shqiptarët kanë me si të mburren në krahasim me botën e zhvilluar e kryesisht me ekonomitë e zhvilluara si Amerika, Gjermania apo Kanadaja, edhe lidhur me pakon e guvernatorit. Kështu Shqipëria është në vend të dytë në ranglistë motërore sa i takon pagës së guvernatorit të Bankës Qendrore Ardian Fullani. Si për vetes Fullani për sa i përket të ardhurave mbi 100 milion dollar, ka vetëm homologun e tij britanik. Pjesa më e madhe e guvernatorëve paguan nga 3.5 deri në 7 herë më shumë se të ardhurat mesatare për frymë të vendit të tyre. Këtu përfshihet guvernatori i Francës, Australisë, Suedisë, madje edhe guvernatori i Irlandës. Ndërsa në Shqipëri paga e guvernatorit nuk është e kufizuar as në hierarkinë kombëtare të pagave. Kjo bën që aktualisht guvernatori Ardian Fullani të paguhet disa herë më shumë. Jo vetëm si presidenti shqiptar, por edhe si ai amerikan Barack Obama. Fullani ka një pagë mesatare vjetore prej $300.000, që në raport me të ardhurat mesatare për frymë është 6.3 herë më e lartë.